se me aleatin kryesor strategjik Shtetet të Bashkuara të Amerikës në vitin 2024, marrëdhëniet Kosovë-SHBA kanë qenë të testuara seriozisht edhe ka pas një mungesë të koordinimit politik. Kjo ka ardhur më së shumti nga vendimet e njanshme të qeverisë së Kosovës në raport me Veriun, po gjithashtu edhe në raport me dialogun me Serbinë. Tensionet diplomatike kanë qenë gjithmonë të pranishme dhe janë theksuar non-stop kritika të vazhdueshme të zyrtarëve amerikanë dhe nga Washingtoni. Gjithashtu gjatë vitit pas përfundimit të mandatit të ish ambasadorit Hovenier, administrata e re ende nuk e ka caktuar një ambasador të ri në Kosovë, edhe kjo mundet me u interpretu si një shenje reduktimit të prioriteteve në një kohë të ndjeshme të Shtetet të Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë udhkryq, Kosova rrezikon marrëdhënien me partnerin e saj kryesor strategjik. Marrëdhënien me Gjermaninë mund të quhen disi më ndryshe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak që ka pas një mbështetje konstante të Kosovës rreth integrimit të saj euroatlantik, po mund të quhet që ka qenë edhe një farë mënyre pragmatike, po gjithashtu duke treguar një farë lloj kushtëzimi për shkak që Gjermania konstant i ka jep shenjë Kosovës të vazhdoj përpara me dialogun Kosovë-Serbi. Marrëdhëniet Mbretërie Bashkuar Kosovë kanë qenë pakës më ndryshe nga dy të lartë përmendurat, më së shumti për shkak që kanë bashkëpunuar në aspektin e sigurisë, në sferën e sigurisë. Marrëdhëniet e forta dhe të thella midis Kosovës e Shqipërisë në aspektin shoqëror, ekonomik apo turistik vazhdojnë si gjithmonë, por ky mandat 4 vjeçar ka qenë testues edhe në marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri, për shkak që po shohim një zbehje edhe në takimet midis Kosovës edhe Shqipërisë, po gjithashtu edhe një mos komunikim midis dy qeverive, sidomos në vitin 2024. Edhe pse qeveria e Kosovës vazhdon ta shpresë se ky nuk është një problem i përhershëm, mbetet të ceket që edhe këtu kemi një zbehje të marrëdhënieve. Në marrëdhëniet me Maqedoninë e Veriut mbeten marrëdhëniet më të suksesshme kisha me thonë të Kosovës gjatë vitit, edhe shënojnë një nga partneritetet më konstruktive. Përparimi edhe në njohje diplomatike, edhe pse kanë këto dy njohje të reja, mbetet i kufizuar për shkak që janë vetëm 3 njohje në më shumë se gjysmë dekade. Marrëdhëniet NATO-Kosovë, këtu vlen të ceket që Kosova në mars 2024 u bë anëtare asociuar e Asamblesë Parlamentare, që ka rrit prezencën dhe dialogun politik. Tash Kosova ka qenë e përfaqësuar aty, po pa status të sigurt dhe pa lëvizje përpara rreth antarësimit në NATO. Tek kapitulli i parafundit, tek dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, dim se marrëveshjet e Brukselit edhe Ohrit kanë gjetë shumë pak apo fare zbatim gjatë vitit 2024. Ceket në raport e kemi të cekur ngrirjen e dialogut pas ngjarjeve të Banjskës. Pa u adresu çështja e Banjskës, mendoj që nuk do të ketë një zhvillim përpara në dialogun Kosovë-Serbi. Edhe në këto dyja ne kemi çaluar këto vitet e fundit dhe kjo reflekton në këto të parën që thash po jemi pasiv diplomatikisht. Kjo sjell që është një observim i tretë të një mungesë të drejtimit strategjik. Nuk po dim ku po dojna me shku, nuk po dim çka po dojna me arrit në botë. Nuk kemi drejtim strategjik në politikën e jashtme, pas nuk kemi shtytje jashtë qeverisë për më shumë ambicie në politikën e jashtme. E kjo ka sjellë në ato që Iliri besoj më shumë ka me shtjellu se një goxha mirë në krizën me aleatët tanë, sepse kemi humbë atë visionin që duhet me pas për shtetin, e kemi humbë atë bosullën se qysh duhet me funksionu me aleatët dhe me shtetet që në jo aleatët, sepse diplomacia në funksionic është për moral. Edhe me njërin më të keq, kemi ullë, kemi folë me gjetë një marrëveshje. Kur kush prej neve nuk ndihet mirë që në vitin kyç të riaranjimit të marrëdhënieve ndërkombëtare, Kosova e gjen veten jashtë orbitës të Perëndimit. Është vendi i vetëm në Evropë i cili është i ndëshkuar krahas Bielorusisë dhe Rusisë dhe Republikës Sërbe të Bosnjë e Hercegovinës. 5 vjet prej sot, kur të kthehemi mrapa, vitin 2025 kolektivisht do ta mallkojmë. Si vitin kur kemi humbë aq shumë, edhe nuk do të mërim që ta rikuperojmë edhe në qofse ndodh tranzicioni në qeveri, edhe në qofse kemi qeveri tre, edhe në qofse kemi
politikën më të mirë të mundshme të jashtme, ne nuk do ta rikuperojmë humbjen e vitit 2025.